يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi tek Allahu Azza wa Jalla. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 22 i radhë që flasmi këtu poshtë rreth temës së njëjtë. Titulli i përgjithshëm është jeta në varr, ndërsa ende jemi duke u përgatitur për marrë të çaj moment se si shkon jeta në varr pastaj. Herën e kaluar me blec një tru, tash disa pak i përsërit me tjetër dhe çka na kanë mbeti themi. Filluam me ato se nëse vdes një fëmijë musliman i vogël ose një fëmijë i një muslimanit, një familjes muslimane, vdes, si është çështja e tij? Si është çështja e tij? Ku e ka vendin ky fëmijë? Kjo ishte tema. Fillimisht po e përmendi një hadith që ka sjellë Imam Ahmedi, edhe Tirmidhiu, edhe është autentik, kanë thonë dietarët, për ty dhe Sheikh Al-Albani, ka thonë është autentik i vërtet. Hadithi ky që thotë se vjen prej Abu Musa al-Ashariut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata waladu ar-rajuli yaqulu Allahu ta'ala lil malaika. Kur njeriu t'i vdes një fëmijë, kur njeriu i vdes një fëmijë, Allahu Azza wa Jalla ju thot melekëve, aqabadtum walad abdi. O melek, a ja mort shpirtin fëmisë së robit tim? A ja mort shpirtin fëmisë së robit tim? Fe yaquluna na'am. Ata meleket ja kthejnë dhe thënë po Zot. Çka thon çka na ke porosit? Me ja mor më shpirtin fëmisë. A di çka i thot Allahu Azza wa Jalla? Na tregon pejgamberin këtë hadith. Thot pejgamberi sallallahu Allahu ja kthen. Aqabadtum thamarata fuadi. A ja mort e përkthejmë tunën pa? A ja mort loçkën e zemrës së tij? A ja mort loçkën e zemrës së tij? Ata i thënë po Zot. Allahu i thot, "Fa madha qala 'abdi?" Kur ja mort shpirtin fëmisë së robit tim, që ka pas si loçk të zemrës. Kur ja mor shpirtin atij, robi jam, çka tha? Si e nishi robin të i thon? A ja nisi robi tash pse o Zot ma more çka të bona one që ma more këtë vlad, se sa ku më prit anekni. Çka thëjke? Meleket ja kthejnë dhe i thujnë, tha o Zot, robi jot kur ja more veç thëjke hamideke wastarja'a. Kërejt çka thëjke veç thëjke alhamdulillah. O Zot, natë Zotit jemi edhe të kaj këna më këthy. Thëjke alhamdulillah, Allahumma jep, ma ka vona je merë, të Zotit jemi edhe të kaj këna më këthy. Që tonë, tha e përserit ke. A din se si Allahu Azza wa Jall, a din se çka i thot pastaj? Kur meleket i thujnë, që më që jamon më shpirtin fëmisë të ti, a i veç e falenderoj ke Allahun, edhe thëjke të Zotit jemi edhe të kaj do të kthehemi. Prandaj mene si mësim, nëse në njëni prej neve, i vdek në një i afërm i ti, në një i dashur i ti, leta përsërit fjallën. Nëse din arabisht, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, të Allahu timi dhe taj do të kthehemi. Mës diq, dhe të thëtë në gjuhën tënë, të Zotit jemi dhe të kaj do të kthehemi. A di se si i thëtë Allahu melekve pastaj? Allahu i thëtë melekve, ibnu li abdi bejten fil gjenne, wa semmuhu bejt alhamd. O melek të mi, shkonin gjennet, ndërtonje një shtëpi, robi tem këtina, ndërtonje një shtëpi, dhe në gjithë një emrin shtëpis, shtëpia e falenderimit. A pëse mas pari, Allahu kur ta merë një shtrejt të këti, sa herë ma shtrejt ta zavendësën në gjennet, nëse ti e mirë pret, aton të Allahu që ka të ka ardhë. Pra nëse ta merë një evlat tonin, ti thu, alhamdulillah, të Allahu t'jemi dhe taj dhe të këthejemi. Që ka që alhamdulillah.
Alayhi salam. Ta Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi, veç pse e falenderojnë Allahun çështu. Kur ta merr një fëmijë tondin, Allahu azza wa jalla çështa kthen, i thot melekëve, shkoni çiti robit tash, ju fëmis. Këti burrit, këti robit që e falenderoj Zotin çështu, e nuk u tranu kur i vdeki dikush, e me shkum janë dhe nikësia se mo atin fillaj mu qmen personi, ju kështu, por e priti, lët dalin, s'ka problem. Se edhe pejgamberi kur i kanë vdek fëmit, i kanë dalë lët. I thanë, kur e ponë sahabët, se ata e këshin dëgju pejgamberin që po e thëtë tonë që e thash. I thanë, ujë dërgumi Zotit, adhe ti pëqona, pejgamberi thanë, syri lëtën, por zemra është veç atë çka Allahu e ka thonë edhe ka vendosë. Kështu që syri është e natyrshme, që na ka mësuar neve. Edhe neve nëse dikush na vdes i afërm i dashur, syri që lëtën është e natyrshme. Por ju mu tranu, por me thonë elhamdulillah, të Allahut jemi dhe të kaj do të kthehemi. Kush thot që shtu tha pejgamberi kur i vdek fëmia, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhennet me emrin shtëpia e falënderimit. Dhe hadithin tash e kemi bëu autentik bi shawahid, hasanun bi shawahid i thon. Kur të mbledhen rrugë të hadithit, bëhet hadithi i mirë me mbledhje të rrugëve. Kjo si shpërblim. Ky si shpërblim për kan? Ky si shpërblim për personin qoftë edhe prindi. Pse për nga këtë hadith edhe prindi? Për shkak se herën e kaluar, e përmendëm hadithin tjetër që ka sjellë Imam Buhariu dhe Muslimi, që thase, kur e pyeti ajo gruaja, kur ju dhon këtë ders pejgamberi grave që i veçën një kohë më dhon ders. Çka i tha? Kur ajo grua i kallzoi tha qore nëse ju vdesin juve grave, 3 fëmijë, tha bëhen ato perde, ata fëmijë bëhen perde, shpëtim për juve prej zjarmit të xhenemit. Edhe u qu njëna tha, po 2, oj dërgumi Zotit, pejgamberi më njëherë s'ja ktheje, bashkë kisha këtë ful. Aja pet, oj dërgumi, po 2, ja përsëritja aja, kur ndëgjoj pejgamberi si ja përsërit, tha edhe 2, edhe 2, edhe 2, e përsëriti 3 herë. E pse tash ne sillaj hadithin para praktikë tash, me tregu që edhe burrat e kanë. Graut e pasken, a mu më stilona burrat tonash. Graut e pasken që t'i vdesin, si t'i vdesin 3. I vdesin 3 fëmijë ose 2 fëmijë. Që me pas pyet edhe një pat me thonë, ndërsa po që burrat, se burrat se kanë pas ato që nuk është që natyrshmëri Zoti si ka kriju burrat mi bart në barkun e tyre fëmijët. Ndërsa që burrat, veç e thojnë falënderimi tek Allahut. Te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Kjo si shpërblim që Zoti ta jep ty dhe bashkëshortes tënde për fëmijën që ja merr të dashur në zemrën suaj. E qartë ishte? Kjo, e pastaj fola, për shkak çfarë shpërblimi po merr kanë? Baba, nëna, po fëmia ku mbetet ashtë ky? Fëmia ku mbetet? Fëmia sipas tyre haditheve. Hadithit fundi bile që e përmenda, e ka përmenda edhe Kurtubiu në zbërtimin e këtij hadithi. Ka thonë se ky hadithet delilun ala anna atfalul muslimine fil janna. Ky hadith është argument se fëmijët e muslimanëve që vdesin në moshën madhore, që hala nuk është dërgu ai meleku enkas, se Allahu ta dërgon një melek. Monemen. Allahu ta dërgon një melek. Kur ti hyn moshën madhore, hajde bas. Dje nëse ke hyn moshën madhore, sot, s'po flas për juve, po nëse sot njoni ka hyn moshën madhore, Allahu azza wa jall ja ka dërgu një melek dhe ja ka kriju një laps të veçantë atij melekut, u lapsi veçantë, so i lapsi ju në isha shënujmë. Edhe thët, shënëja kërejt shkat vepran, shkat ban rubi jem. Shënën jani, shkat ban rubi jem. E nëse fëmija vdes para se me orë kë meleku që e kena që na shënën veprat. Bila të kemë 2. Një e kemë në anën e gjathë, një në të majten.
Ky në të djatën i shënon veprat e mira. Ky në të majtën, ky në të majtën i shënon veprat e këqija. Sipas një transmetimi, edhe pse dikun vetë kom pasur që nashta ka pak fjona transmetim, por sipas një etheri është se ky të majtës nuk ta shënon më një herë. Ky të pret një 6 orë mos përpendos ose 7 orë. E ky të djatës veprën e mirë ta shënon tërk më një herë. Si sa i mëshirë shumë Allahu. Kur ta bash veprën e mirë, më një herë ta shënon. Kur ta bash të keqen pret një 6-7 orë. Mos përpendos as mos ma ta shënon. Nëse vdes një fëmijë i juni, para se me ta me le që ja shënojnë veprat, ku e pas ka vendin? Se pas hadithit që e përmenda, Kurtubiu këtu e përmendi, tha se ky fëmijë është në xhenet. Fëmija i muslimonit është në xhenet. Veç në xhenet që kaq? Tha wa hadha ijma'u min al-ulama'i fi atfal al-muslimin fi al-janna. Jo veç kaq, por kjo është mendimi me konsenzusin e dietarëve islam. Pra Kurtubiu po sill ijma. Ijma është e rëndësishme. Kam parasysh që nashta dikush nuk e ka parasysh ka të më thoj ijma, konsenzus. A mund fe, kur thuhet për një çështje, janë pajtu dietarët se kjo është çështë, me edhe qartë, nëse është çështja e qartë. Me më huat çan, del për fesket. Do ka thonë Sheikhul Islam atë të tjerë, kur kanë folur për çështjen e ijmas. Kur për një çështje janë pajtu se kjo është çështë, me më hu del për fesket. E këtashti Kurtubiu, po thët me pajtimin e dietarëve islam është se fëmijët e muslimanëve kur të vdesin shkruajnë xhenet. Kjo një. A kone kush e kanë kundërshtu? Thët, këtët janë disa grupe të devijuar si quhen xhebrije. A herë tjetër flasmë, tash veç marrë si titull, xhebrije. Ata kanë thonë se, valla ja s'pëguxojna me thonë bash direkt që janë xhenet, shka pra çysh mbetet, janë mëshirën e Allahut. Me dosh Zoti i çon xhenet, me dosh ju. Ama, po tek ehli suneti, nëse na një ka dal, është i thënë shedh. I rrallë që ka thyer ato të përgjithshëm. Përndryshe, ky Imam Kurtubiu tha, me pajtimin e dietarëve islam, hadithet kuptohen se fëmijët e muslimanëve janë xhenet. A ka ne kush tjetër që ka pru kësi lloj ijma'i e konsenzusi? Ka pru edhe Neveviu në zbërthimin e muslimit. Ka pru edhe Neveviu në zbërthimin e muslimit dhe thët se ajma'u man yu'tada bih min al-ulama'i al-muslimina ala anna man mata min atfal al-muslimina fa huwa min ahli al-janna li'annahu laysa mukallafan. Edhe Neveviu në zbërthimin e muslimit thët kërejt janë pajtu krejt dietarët islam, prej të cilëve mirë dia. Prej të cilëve mirë dia. Për shkak se ka ndaj dietar, dietar, po ajo është në rrethën e islamit, po për ti dia smirët. E ky thot imam pejgamberi, Neveviu, ky thot se janë pajtu dietarët islam, prej të cilëve mirë dia, se kur vdes fëmia musliman, ai është në xhennet. Pa ka në janë më të madh se Neveviu Kurtubiu. Imam Ahmedi, ai është më i madh se këta. Imam Ahmedi thot la yukhtalaf fihim annahum min ahli al-janna. Po s'ka dyshim, thot Imam Ahmedi. Imam Ahmedi ky më madh. Për çështjet besimit dush nishi. E ky thot se nuk dyshohet në ato se fëmijët e muslimanëve kur të vdesin në moshën madhore janë në xhennet. Bile thot me një vend tjetër Imam Ahmedi, thot bas nuk dyshohet, s'ban as me dyshun këtë çështje. Se fëmijët e muslimanëve janë në xhennet. Edhe vend tjetër thot innehu la ikhtilafa fihim, bile thot s'ka dy fjalë këtë çështje. Për Allah i xhmaja pruni edhe ky imam. Imam Ahmedi, Neveviu Kurtubiu, përënën konsenzus të dietarëve se fëmijët e muslimanëve kur të vdesin janë xhennet. E qartë drejt këtu? E mirë, ata janë xhennet. Hinë fëmijët e muslimanëve, të rak vdek fëmia, edhe shkon xhennet. Pa di çfarë nderi pas, nderi kjo. Nderi për prindër, çka ke? Ket në vënesë. Nderi për prindër, për nonën, në vdekjen 3 ose 2, hadithi kë, janë mburoj për zjarrin e xhenemit. 1. Për babën, çka ke? Babën këto hinë edhe nona,
E pruna dy transmetime për këtë qëllim, për babojnë, nëse e falenderoj Zotin kur t'i vdek fëmia, thotë elhamdulillah, të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet edhe prindit e tij me emrin shtëpia falënderimit. Kjo për babën, për nonën, për babën, për fëmijën me konsenzusin e dietarëve, këka se fëmia ky ka në xhenet. E në xhenet, çka bën atje në xhenet thu? Me kanë është. A keni vërejt nëse fëmijët e ju i qeni me një qerrë? Edhe janë do qerrë, është një mësues i mirë ose mësuese. Janë të mirë, edukator të mirë, ju ta edukojnë mirë fëmijën. A di sa me çefe që fëmijën atje? A din kush ka me kon edukatori i fëmisë musliman në xhenet? Shpirti të tij po flas, por shpirtin e tij halim të fol. A din kush është edukatori? Ush Ibrahimi alayhis salam, baba i pejgamberëve. Ato e kena edukator. Kujt i kanë vdek fëmijë të vëgjël, fëmia i tij shkon në xhennet, shpirti i tij shkon në xhennet, edhe krejt i sillen rreth Ibrahimit alayhi as-salatu wassalam, dhe ai edukon dhe mirët me ta. Është se interesant, sa knatësi, çfarë shpërblimi jep Allahu, i dha nonës, i dha babës, por edhe fëmijës musliman tek në xhennet atje, edhe edukatori Ibrahimin alayhi as-salatu wassalam. Ku për mbështet me këto që po themi të Ibrahimit atë? Hadithin që e sjell Imam Buhariu. Dhe kom tregu, kur themi Buhariu nuk dyshohet në saktësi më. Imam Buhariu e sjell një hadith që vjen prej Samarat ibn Jundub. Edhe ai thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur si tradit. E ka pasur si tradit që se pejgamberi junë, na për shembull nëse lexojmë Kur'anin, cilin pejgamber e dinë që i ka ditë komentimin e ëndrave? Cilin pejgamber? Jusufin. Mirë, po ka dikush tjetër që ka ditë fort mirë komentin e ëndrave. Një pejgamber tjetër. Cili është ai? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sahabiu që e përmenda Samarat ibn Jundub, thotë që pejgamberi ka pas zakon. Masa bojt, jep ke selam, kryshin dhekën të ke, o gjemot, ja bajke, o gjemot, shuk të mi, mos ka po në kush në ondër. Nëse në i kush, kishte po ondër, ja komentoj ke, pas ke po këtë ondër? Ondër, kështë ka kuptim. Nëse në herë shike mos mja komentu, se ako arondë, s'ja komentoj ke. Nëse në herë vish mja të hek vetën, kërësurja pejgamberi kanë qenë dhe komentu si ondrave. Po snifet, atë shumë tipare të mira, ka pos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që veçohet prej pejgamberve të tjerë, sa që goti kush e din që ai ka ditë dhe komentin e ondrave fort mirë. Nuk e përmendim, se ka shumë të mira, s'di ka katjanis me spjegu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky tha sahabiu, që një ditë për ditëve, ju tha o shok temi, mos keni pona e ondër, t'ja komentoj. S'foli kërkush. Tha atëherë unë kam po një ondër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E si, u shaditi gjatë, s'u shko për këtë hadithin, veç për pjesën që neve po na interesan. Edhe tha unë e posh një ondër, tha, erdhen, u mërën, edhe sa për informishtes. Ondrat e tuna janë, ka i herë mujnë me konë ondër, si loj tërheqje vrejtjesh nga ona e Zotit, mund me konë ondër për shaklodhjeve problemeve të ditës, mund me konë për i shejtonit të mëllkuar, ndërsa ondrat e pejgamberve dalojnë. Ondrat e pejgamberve janë shpallje nga ona e Zotit. Dhe këto që ka e po pejgamberi, ishte shpallje. Që ka për bjen shpallje? Qashtu është edhe s'dyshohet në ta. Edhe ajo ndodhë qashtu që ka po. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pi tregon shokëve vet, erdhen u morën mu dy melek. E morën pejgamberin, edhe e morën një udhtim të gjatë me ta. Shkova filan veni poshtë këto, filan veni poshtë këto, filan gata ditë. Por tha kur shkova poshtë xhenetin. Por nëse themi a ka po në kush xhenetin, po ka po pejgamberi jonë. Tha e poshtë xhenetin, e çka pe atu? Tha po shumë sene, çuditshme. Hadithi gjatë është, për më interesant është hadith po ku ti vjen. Por pjesën tha, edhe e poshtë një njeri të madh. Tha gati tha, ku ka ti mbrikën në re, ka që i madh. Poshtë, thmi, shumë, rëthi, s'kisha po një mërtem, tha kur ashtu. Tha dhe adin kush ishin ata thmi? Tha ata thmi që ishin rreth Ibrahimit alayhi salatu wasalam, e që rishin me to, e ai këshirke, tha ishin ai njeri i madh, tha ishte Ibrahimi alayhi salam. E ata thmit ishin thmit e muslimanëve.
ishin fëmijët e muslimanëve. Nga që kjo e kuptojmë se edukatori në xhennet i fëmijëve të muslimanëve kur të vdesin është Ibrahimi alayhi salatu wasallam. Bilin këtë hadith është një shtesë. Për shtesën, mundi më në herë tjetër kanë më fol. Ama vetëm se shtesa thot, i than shokët e pejgamberit. O dërgumisë, a veç fëmijët e muslimanëve, mos ishin edhe fëmijët, edhe a kishte edhe fëmijët mushrikinëve, idhujtarëve. Pejgamberi tha edhe fëmijët e idhujtarëve. Ama kjo shtesa në herë tjetër vjen sqarimi. Po deri këtu e kuptum që fëmijët e muslimanëve që kanë xhenet me konsenzus dhe edukatori i tyre që ka Ibrahimi alayhi as-salatu wasallam. Pastaj, se si veprojnë ta fëmija në xhennet, e pastaj sorin xhennet, e pastaj kur të dolin ndi gjykimit, a kanë me dola ju, a dolin të mëdhaja të vogël, e pastaj kur të hinë xhennet, a hinë të mëdhaja të vogël, këtu tema mbesin për herën e ardhshme. Lusmi Allah të na fort na mëshiron, lusmi Allahun azza wa jalla xhennet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.